Dje në ora 22:40 në sektorin për punë të brendshme Tetov, një 78 vjeçar nga fshati Strimnic raportoi se në fshat ishte marrë një automjet udhëtarësh Golf me targa të Tetovës në pronësi të një personi tjetër, të cilin ai e përdorte dhe që ishte lënë i parkuar me qelsin në brav. Sipas raportimit, personi që e kishte marrë automjetin duke lëvizur në drejtim të fshatit Pallatic kishte shkaktuar aksident trafiku duke u përplasur në objektin e një marketi dhe më pas ishte larguar nga vendi i ngjarjes. Si pasojë me lëndime trupore të konstatuara në qendrën klinike Tetov, ka mbetur një 23 vjeçare nga fshati Pallatic, e punësuar në market, ndërsa është shkaktuar edhe dëm material në objekt. Me urdhër të prokurorit publik, automjeti është dërguar në hapësirat e sektorit për punë të brendshme Tetov dhe po merren masa për gjetjen e autorit dhe zbardhjen e plotë të rastit. Dje në ora 10:45 në sektorin për punë të brendshme Tetov, një 65 vjeçar nga fshati Prelubisht ka raportuar se në periudhën nga ora 20:30 e datës 25 shkurt deri në ora 5:30 të datës 26 shkurt është kryer vjedhje në xhamin e fshatit, ku ishin marrë para të gatshme, po merren masa për zbardhjen e rastit. Dje në ora 19:05 në Tetov është privuar nga liria një 34 vjeçar nga Tetova. Gjatë kontrollit në komunikacion në bulevardin Marshall Tito, policia ka ndaluar një automjet Audi me targa të Gosivarit, të cilin e drejtonte ai, dhe pas verifikimeve është konstatuar se ai e drejtonte pa pasur të dhënë provimin për patent shofer. Automjeti është sekuestruar dhe pas dokumentimit të plotë të rastit, ndaj tij do të parashtrohet kallëzim përkatës. Policia e Gosivarit raporton për raste të denoncimeve për sulme fizike në Toplic dhe Banjic të poshtme, si dhe për një prej rasteve në Velebërt për sjellje agresive ndaj zyrtarëve policor gjatë kryerjes së detyrës. Mbrëm në mesnatë në Tetov, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria një 18 vjeçar nga Tetova. Gjatë kontrollit në komunikacion në rrugën Boris Kidriç është ndaluar një moped me targa të Ohrit, të cilin drejtonte ai, dhe pas verifikimeve është konstatuar se mjeti kishte regjistrim të skaduar. Mjeti është sekuestruar dhe pas dokumentimit të plotë të rastit, ndaj tij do të parashtrohet kallëzim përkatës.